siguruar kalimin e anijeve në të vendeve të ndryshme në këtë ngushtisë. Nga ana tjetër, në qoftë se Shtetet Bashkuara do të bëjnë këtë blokadë, atëherë kjo gjë mund të, ne themi, ndërlikoj situatën në mbar botën, për dikë do të jetë fitim prurse, por për Kinën dhe për Europën ditë të zeza do të jenë përpara. Në rast të zbatimit të këtij skenari që ka paralajmëruar dhe vetë presidenti Shahbaz, çfarë ndodh nëse Irani do të kundërpërgjigjet dhe nga ana tjetër, a është duke në vlerësuar disi SBA-ja reagimin e Iranit? Tashmë mendoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë të qartë që Irani disponon edhe fuqi ushtarake për të shqetësuar jashtëzakonisht, sidomos jo Shtetet Bashkuara të Amerikës, aq sa fqinjet e vet dhe infrastrukturën që ndodhet në këto vende. Dhe për këto, domethënë, dëmtime të infrastrukturës, Irani disponon të gjithë arsenalin e mundur. Mendohet që gabimi ndoshta tashti neve gjykojmë pa patur parasysh ato, le të themi, aspiratat dhe interesat e mëtejshme të Shtetet Bashkuara të Amerikës, por gabimi i Shtetet Bashkuara që u përfshin në këtë luftë me dëshirën apo me iniciativën kryesore të Izraelit, që është, le të themi, ajo maja e mprektë e shtizës në goditjen e Iranit, por faktikisht për momentin flasin, nuk flasin për perspektivën. Imazhi i Shtetet Bashkuara të Amerikës është goditur goxha dhe le të themi që hegemonia totale e Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk është që u zhduk gjikundi, por shumë shtete tashmë shikojnë që i vetmi zgjidhje e pavarësisë dhe domethënë e sigurisë së tyre kombëtare përbën në disponimin e armës bërthamore, gjë që iranianët e kanë bërë në mënyrë të fshehtë në të kaluarën, dhe mendoj që do t'i kthehen kësaj teme vazhdimisht dhe sërish dhe sërish derisa ta prodhojnë, pasi është e vetmja formë që një shtet i konsiderueshëm si Irani të jetë relativisht i pavarur nga vendet superfuqit përreth. Kuptohet që kjo situatë, domethënë, me le të themi zhvillimin e prodhimit të armëve bërthamore nga Irani, nuk gëzon mbështetjen te asnjë vendi, besoj, me logjikë normale, as Kina mendoj që nuk e dëshiron që Irani ta ketë armë bërthamore, sepse përhapja e tyre përbën një rrezik për më tepër që në Iran është edhe rreziku i përhapjes së radikalizmit fetar islamist, që mund të bënte pastaj një formë presioni mbi shtetet perëndimore, por dhe në vendet e tjera kur të nevojitej. Prandaj është rrezikshme që të lejohet kjo gjë. Rusia ka bërë një propozim tjetër, domethënë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që nuk është përkrahur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku Rusia ka thënë që neve mund ta marrim uraniumin nga Irani dhe ta mbajmë atje, domethënë në Rusi. Dhe kjo do të ishte një farë zgjedhje, por për momentin në këtë drejtim Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë reaguar që ju më mirë përfundoni konfliktin në Ukrainë dhe me Iranin merremi ne. Por faktikisht për inkuadrimin në luftë i Shtetet Bashkuara të Amerikës është një qorsokak për Shtetet Bashkuara të Amerikës, po të jetë një luftë me afat gjatë, dhe presidenti Trump nuk e dëshiron që Irani të kthehet në një Vietnam i dytë për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Zotë Bumo, nga ana tjetër, mbas dështimit të këtyre negociatave në Islamabad, mendoni se ka ende shpresë për negociata, apo kjo është rruga drejt një përplasje të pashmangshme, dhe kush ka për të humbur më shumë në gjithë këtë përballje, pra SBA-t apo Irani vet? Mendoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës do të nxjerrin leksione, mësime nga kjo luftë që u bë tashti, dhe në mënyra e zhvillimit të kësaj lufte nga Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të jetë disi ndryshme, më pak le të themi intensive për sa i përket bombardimeve, aq sa mund të jetë më tepër blokadë. Dhe blokada që nga njëra anë është një status quo, domethënë që nuk godasin de facto, por konkretisht bllokohen në gjitha furnizimet. Tashti Irani po merr shumë marramëndse kolosale edhe me bllokimin e ngushëllisë së Hormuzit, me çmimin e naftës që kanë, ata marrin fitime të jashtëzakonshme. Dhe për ekzistencën e vet Irani
është i detyruar të gjejë një marrëveshje të mundshme me ato pika, jo me ato 10 pikat që ka, ku diku duhet të lëshoj pe Irani, diku ndoshta Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të arritur një paqe qoftë edhe të keqe. Një paqe e keqe është gjithmonë më e mirë se një luftë e mirëfillt. E qartë. Mirë, do të bëmë për ta mbyllur, do duhet ndalesha pak tek rrëzimi i Orban pas 16 vitesh. Si e keni parë të gjithë rrëzim dhe fitoren e opozitës nga ana tjetër, dhe sa e fortë është gjithë kjo goditje për vetë aleatët e Orban? Po, do me thënë, populli ungarez kishte të drejtën e vetë që e përdori për të rrëzuar një, le të themi, burr shteti, do të thoja, shumë efikas për ato 16 vjetë që ishte në pushtet. Pse e them këtë? Nuk më intereson fare kur thonë që Orban ka qenë njeriu i Putinit e tjerë. Orban ka qenë njeriu i Hungarisë. Ai bënte interesat e veta nëpër botë, ai vuri si pikë synim bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Rusinë ai merrte naftën dhe gazin e lirë, dhe ai ndalonte fluksin e emigrantëve në Hungari, niveli i jetesës në Hungari nuk është më i ulti në Europë, dhe i bënte opozit burokracisë europiane. Ka pasur defektet e veta të mëdha, të jashtëzakonshme, filloi ta përvetësonte pushtetin, filloi të, domethënë partia e vet Fides, që ishte një parti përparimtare e djathtë dhe efikase, ai e transformoi avash avash në një parti të vetëm personale, ku korrupsioni dhe ata, domethënë byråkratët bën punën e vet. Dhe të shikojmë që Magyar, që është, domethënë, kryetari që fitoi, domethënë, i partisë TISA, është një politikan i dal vetëm 2 vjet përpara nga partia e Orbanit. Pra, në Hungari fituan të djathtë sërish, nuk është që është një përmbysje e majtë e tjerë. Dhe pavarësisht nga deklaratat e Magyar në drejtim të Rusisë, aty janë nga brohoritjet e turmës rus dilni jashtë nga Hungaria, me sa di unë në Hungari nuk para ka shumë rus, po ka shplot me Ukrainas, dhe problemi i Ukrainës ngelet për refugjatëve të Ukrainës, janë shumë. Do të ngelet sërish në aktualitet për Hungarinë. Dhe situata është e tillë që dhe jam kurios të shikoj se si do veprojë qeveria e re hungareze kur është kriza botërore e naftës dhe gazit. Çfarë do të thonë ata që nuk kemi nevojë për naftën dhe gazin e lirë rus? Pra, mendoj që brohoritjet dhe le të themi lëvdatat e thurura ndaj tij janë të meritueshme ndoshta, por de facto ato që premtohen shumë shpesh nga politikanët dhe ato që ekzistojnë në realitet janë gjëra të ndryshme. Koha do të tregojë që në çfarë drejtimi sigurisht do të ketë më tepër integrim të Hungarisë në strukturat e NATO-s, në strukturat e Bashkimit Evropian, do të ketë më tepër, le të themi, prezencë europiane në politikën hungareze, por edhe kredit që ishin bllokuara për një kohë